para loj, sepse loja Mateos është vetëm për futhen. E kupto? Por, Stenaldo më tha jo, nuk është kështu me Mateo. Si po të mendosh ti që Mateo të përdor? Tani dalë unë gjes, me gjithë të dyshime, del Mali, që ban gjithë këtë zhurmë, edhe thash, ka diçka këtu. Po duhet ketë mendoja, do ketë, nuk e di, po unë po shoh që edhe këto 3 ditë, Stenaldo, mundohem që të rim me te, po e shoh dhe që kanë fillu me Mateon realisht me net pak më shumë afër. A kupton? Dhe ti janë ca shenjat, mendoj që prapë sepse njeriu shef shenjat. Mendoj që një nga këto shenjat është ajo që ti mund bëjnë diçka. Po fundja për mendimin tim ti s'ma hamia që bie pre e këtyre gjërave sepse kur them që je kutia menjes, je kutia menjes se s'duhet më mërzit. Normal që është. Sa Gerti që jam versioni jot femër. Jam versioni jot femër. Gerti. Me Gertin, po ta themi diçka, si shok. Se më bëjmë biseda mes shokështu. Nëse ti jep shancin për të folë, është fatkeqësi. Pse? Po. Sepse ai këtu kur ka ardhur nuk ka pas fare, nuk ty s'ka fol fare, as mu nuk ka dhënë shenja që ai do fliste me ty. Jo tash interesoj. Jo si intereso fare, nuk intereso fare. Ati për të shumë. Ati ti... O Kristi, më lere hat lutem, jam okej. Jam shumë okej. Më lere hat? Më lere hat? Po, ti si je? Je mirë? Am Gjon. Po. Ai këtu ka ardhur për mirin dhe për Kristin. Do thonë, kur ka ardhur nuk kishte lidhje fare me ty. Dhe në momentin që ai vjen që e deklaron botërisht që unë ka marrë për këto 2, ai të vazhdoj me ato 2 sepse ato janë lojtarët më të fortë këtu. Ai verdhi këtu me bombë, ta plasi bombën aty ku don ai. E ke parti që unë nuk jap mundësinë me fol asillafe, sepse ai më shef lojtar. Unë e di shumë mirë ti se di se çka ka bëj me mu tek për tek çka ka thonë. Pluse ato ofendimet e mëdhaja që është gjëja, ti e di vetë që je nga mirë dita, e di që tot mi thanë tjetët që ti je pa Zot, që paktën për ne feja me Biblën e kena nda. Betimi për ne është ne ndajmë çdo gjë ndajmë neve me dorë. E kupton Amerika kur e vën atë dorën aty mbi kushtetut në vetë. A ka njeri mrapa? Ja, i mrejku. Kristi e hangri. Kristi sot ja dola, i shkatrova. Kështu që ti moj kutia menjes, lutem se të kuptoj shumë mirë dhe s'ke nevojë të folish më shumë se ndryshe nuk do ashtu, po them, ti moj vajzë e mbarë. Unë personalisht jam shumë i qartë që në momentin që ti ma thunë këtë fjalë, edhe do t'jem pak më i kujdesur. Si me Mateon, si me Stenaldon, po Stenaldon nuk e di, jam dyshim për këtë gjë, sepse është njëri shumë i saktë dhe shumë i ekuilibruar. Dhe mendoj që jam dyshim. Po kur ti ignorova ti që folën? Me kena? Baftë mirë, Kristi tonë. A din cila është esenca? Që? Miri Po? e ka një mënyrë të manipulimit vetë, që i bjen ai në momentin që do me manipulu i person, që bën? Sillet shumë mirë me ty. Dhe me thonë mbron gjithmonë para tjerëve. Edhe dhe me thonë munohet në gjithdo mënyrë, ai dhe me thonë me përdor kartën e mirë me ty, dhe ty nuk t'le hapësirë, ti me shku prit apo më le ta mbaroj. Po, jepi. Edhe nuk t'le hapësirë në asnjë mënyrë, ti me pas në e kartë që me ju kap mirë. Kështu që ti para mirët je pasiv,
se ai, do me thonë, sillet mirë me ty, të mbron para tjerëve, kur ti gjush me ai person, ai gjut ati, ja kupton. Edhe këto gjana ty nuk të bajnë me shku kundër mirë, se thu pse ky person nuk po më shkon kundër, po kjo është mënyrë e manipulimit të mirë, ta kupton. Ai manipulon kështu personat që do me i mbajt afër. Dhe ti, për menimin tim, të ka manipulu mirën këtë mënyrë, se ti, kur je larg mirit, thu, unë nuk jam e mirë, unë thjesht më pëlqen të rri me mirin, ose unë nuk jam loj me mirin. Po ti, kur je afër mirit, ti kur nuk e godet mirën, ose kur nuk saj nuk të le kartë për me godit ata, kupton se sillet mirë me ty, të mbron, gjitha gjërat kështu që ai